Reshe me intensitet mesatar kanë përfshirë qarkun e Kukësit. Burimet nga Komisioni i Emergjencave Civile të Prefekturës bëjnë me dije se të gjitha akset rrugore nacionale janë plotësisht të qarkullueshme. Në segmentet të veçanta ka rrëshqitje zera shegurësh, ndërsa kompanitë sipërmarrëse po punojnë gjatë kohës për pastrimin e tyre dhe rivendosjen e qarkullimit të lirë për automjetet në të gjitha akset rrugore. Aktualisht furnizimi me energji elektrike në qark paraqitet përgjithsisht i qëndrueshëm, përveç fshatit Mamës, njësia administrative Kolsh, njësia administrative Surroj, bashkia Kukës, njësia administrative Tropoje Vjetër, Fierz, Llugaj dhe Margegaj, bashkia Tropoj dhe fshati Zarisht, njësia administrative Fajza, bashkia Has. Ekipet e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike po punojnë për riparimin e defekteve të krijuara në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike dhe rikthimin e furnizimit në normalitet. Autoritetet vendore dhe strukturat e mbrojtjes civile në qarkun e Kukësit vjojnë monitorimin e situatës në terren, duke mbajtur kontakt të vazhdueshëm me njësitë administrative për të siguruar ndërhyrje të shpejtë në rast nevoje. Situata e prurjeve në liçenin e Fierzës është përmirësuar ndjeshëm. Rreshtet e shiut kanë shtuar prurjet në lument kryesor që furnizojnë liçenin Drini Bardh dhe Drini Zi, të cilët bashkë me prurjet anësore i kalojnë 500 metër kub ujë në sekond, ndërsa kuota është rritur me disa metra duke shënuar 278 metra mbi nivelin e detit. Sipas burimeve lokale, ky përmirësim ndikon pozitivisht në prodhimin e energjisë dhe në menaxhimin e rezervave ujore në javët në vijim.